Pini një lugë vaj ulliri çdo mëngjes dhe do befasoheni. Dita e mirë shihet që në mëngjes, ndaj edhe këshillat e gjysheve lidhen më së shumti me oraret e para të mëngjesit. Mund ta nisni ditën me një lugë me mjaltë, të pini një lugë vaj ulliri ose një gotë me ujë me limon. Por ajo çfarë do të bëni në të vërtetë është të veproni sipas nevojës të organizmit, pasi sado të vlefshme të jenë këshillat e gjysheve, nuk mund t'i zbatoni të gjitha njerësh. Në këtë video do t'ju njohim me përfitimet dhe dobitë e vajit të ullirit nëse pini një lugë vaj ulliri çdo mëngjes. Për shkak të polifenolit dhe yndyrnave të shëndetshme që përmban, vaji i ullirit normalizon nivelin e kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Vaji i ullirit mundëson një djegje të yndyrnave trupore në mënyrë më të shpejtë. Vaji i ullirit përmban antioksidantë të fuqishëm që mbrojnë sistemin imunitar nga infeksionet. Vaji i ullirit redukton riskun e shfaqjes së problemeve dhe sëmundjeve të tjera kronike dhe atyre mendore, citon studimi.